Sot jemi mbledhur bashkë në këtë marsh tradicional për të dërguar një mesazh të fuqishëm. Kanceri i gjirit mund të parandalohet, mund të trajtohet dhe mund të mposhtet nëse veprojmë me kohë. Çdo hap që bëjmë sot është një hap drejt shpresës dhe ndërgjegjësimit. Ftoj çdo grua e çdo vajzë të kujdeset për veten, të bëj kontrollet e rregullta dhe të mos ignoroj shenjat e trupit. Dje kom përfunduar dhe ciklin e kimioterapisë, kështu që jam pak më e lodh. Ju kisha lutë gjitha nanave, vajzave të bëni kontrollet shpeshta. Kjo është smuj qaq e mshefshme që nuk e presim. Po me mbështetjen e familjes, shoqërisë, muj mja dalë. Mos i hubni shpresat, bëni kontrollat vazhdueshme.